ka shumë i domosdoshëm për ne, për mjekët, për profesionistët e shërbimit shëndetësor, sepse nga 92 kur unë kam fillu punë, deri sot 2025 smundshmëria në Shqipëri ka ndryshuar rrënjësisht. Kjo është e lidhur me zhvillimet edhe të vendit dhe me ndryshimet si me zhvillimin përgjithësi të shoqërisë. Unë kur kam fillu punë kanë qenë smundjet infektive në rendin e parë. Në fakt sot ne jemi te stadi i smundjeve kardiovaskulare, i aksidenteve dhe i tumoreve, që janë karakteristik traumat dhe tumoret për shoqëritë e zhvilluara. Smundjet kardiovaskulare janë karakteristik për smundjet në zhvillim, për vendet në zhvillim, siç jemi edhe ne. Dhe ne e shohim për ditëshmërinë tonë, të gjithë ne kur bëjmë debat pa hyrë pa qenë profesionista, filani i hospital se bani një infarkt apo bëri hipertension e tjerë. Që janë shumë, të shumta kohëve të fundit. Ne në fakt e kena në përditshmëri, sot janë shtu edhe problemet e tjera, them drejtën fatkeqësisht, gjendjet anksioze, smundjet e shtetit mendor, që nuk janë vetëm në qendrat e mëdha urbane, por e shohim që po shtrihen edhe në periferi. Aktualisht, unë i përkat shërbimit 24/7, pra ka qendra shëndetësore që janë ambulatore deri në orën 3 dhe qendra shëndetësore 24/7, siç është qendra ime, realisht sot në Shqipëri, po është një përpjekje për ta reformu këtë lloj shërbimi dhe për ta standardizuar, pra sepse ne jemi pjesë e urgjencës kombëtare. Ideja është që çdo qendër shëndetësore sa do larg jetë unifikuar me standardi i urgjencës kombëtare të jetë i njëjtë. Si në pajisje, si në përgatitje, pastaj si në protokolle. Për të ofruar shërbimi standardizuar në bazë të protokolleve. Realisht Ministria e Shëndetësisë ka që vjet, këtë vit biles ne kemi bërë disa trajnime, një program i qeverisë zviceriane në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, është një projekt solidar që realisht na ka ndihmuar që të trajnohemi, por edhe që ne të shndrohemi në trajner për pjesën tjetër e ofruesve të shërbimit, kryesisht të urgjencës. E tha dhe zoti Avni pak më përpara, çdo profesion përparon, dhe duke përparuar duhet studiosh, të trajnohesh, të marrësh pajisjet e duhura, të përshtatesh kohës. Absolutisht ne shohim, pavarësisht se kalojnë 30 vjet pune, konceptet janë komplet të tjera. Biles unë mendoj që duhet hyrë edhe koncepti i paramedikalëve, sepse ne shohim që sot në Shqipëri po fillojnë të mungojnë personel mjekësor. Siç është jashtë vendit. Dhe unë mendoj që edhe armata e policisë shtetit dhe e shërbimit zjarfikësve mund të trajnohen, sepse mendoj që mund të vijë një moment që Shqipëria do ketë nevojë që të trajnohen edhe këto, që të jenë pjesë e ofrimit të ndihmës parë. Doktor, ndërkohë, dua të të bëj një pyetje pak më personale. Ti arrite që këto 33 vite, këtë ndryshimin në fushën tënde të mi përmbledhesh me pak fjali. Po, unë jam kurioze, ti the në 92-shin i ke përfunduar studimet në Tiranë. Pse u ktheve në Fusharës dhe pse qëndrove 33 vite në Fusharës? Unë jam nga Fusharës dhe kam familjen aty. Them drejtën personale. Po shumë janë larguar, shumë janë zhvendosur. Ti qëndrove. Unë mund kisha lëviz, ofertën e parë kam pas për t'ikë në Amerikë. Dhe refuzove? Edhe pastaj në Evropë, kur unë jam pjesëtar i lëvizjes studentore, i grevës urisë për heqjen e emrit të universitetit, pra i përkas asaj plejadet e studentave, që kanë bërë ndryshimet demokratike në Shqipëri. Realisht ka qenë një e para, unë kisha shku për të marrë studimet dhe absolutisht kur u hapen ambasadat, kam qenë këtu, nuk e kam menduar në fakt ta lënë herë fakultetin. Po kena edhe një traditë, ne 4 djem, familja me nejt pas një dhe kështu që unë ishte e kompletuar profesionalisht,
dhe mendova me qëndru afër familjes, afër njerëzve të mi. Kjo është diçka normale, okej, domethënë unë kam qenë nga pikpamja personale i plotësuar, ka edhe më mirë, por Je i lumtur, je i kënaqur. Kjo është Presidenti kryesorja. Uruguayt kur e pyetën kishte $9.000 pensionin dhe ai në shkroi një kontratë me një OJF aty lokale që $6.000 më ia dhënë OJF-s për të varfrit. I tha unë nuk e kuptoj ato miliarderët për çai duan edhe miliardat, sepse ku do i shoj? Elon Musk dhe Jeff Bezos. Ne në fund fundit e rëndësishme është që ne të bëjmë një jetë normale, një jetë që ne t'japim diçka drejt e mori, sepse në fund fundit mund të kesh para sa dush një njeri anonim, kot që ikën nga kjo botë, se s'ke dhënë asnjë gjë, më duket një njeri kot. Unë po një gjësh avnin edhe me sa pasion flet, dhe nuk janë lekë që bën avniu, po është pasioni ai që e mosh, për këtë jam i sigurt.